Është botuar në fletoren zyrtare vendimi i Komisionit të Ndihmës Shtetërore për autorizimin e skemës së ndihmës shtetërore, Fondi në mbështetje të ndërmarrjes sociale për periudhën 2026-2028, një instrument financiar që synon forcimin e rolit të ndërmarrjeve sociale në mbrojtjen dhe përfshirjen shoqërore të grupeve të pafavorizuara. Sipas vendimit, skema synon mbështetjen financiare të ndërmarrjeve sociale që kontribuojnë në përfshirjen shoqërore të grupeve të pafavorizuara përmes punësimit dhe ofrimit të shërbimeve sociale. Ndihma do të jepet në formë grantesh nga buxheti i shtetit. Fondi total i parashikuar për këtë skemë është 210 milion lekë. Financimi do të realizohet kryesisht përmes subvencionimit të pagës minimale dhe mbulimit të sigurimeve të detyrueshme shoqërore dhe shëndetësore për punonjësit e ndërmarrjeve sociale. Përfitues të kësaj skeme janë ndërmarrje sociale që ushtrojnë veprimtari ekonomike në prodhim madrash apo ofrim shërbimesh, duke pasur si mision kryesor përfshirjen sociale. Skema do të zbatohet në të gjithë territorin e Republikës së Shqipërisë dhe do të administrohet nga Ministria e Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale. Sipas vendimit, kjo skemë u jep një avantazh ekonomik ndërmarrjeve sociale krahasuar me operatorët e tjerë në treg, si dhe njëkohësisht nuk e cënon konkurrencën. Në këtë kuadër, skema u vlerësua si ndihmë shtetërore e lejueshme në formën de minimis dhe sipas këtij parimi, vlera e ndihmës për një ndërmarrje të vetme nuk duhet të kalojë 14 milion lekë për një periudhë financiare prej 3 vitesh. Ndërkohë, çdo përfitues do të duhet të nënshkruajë deklaratën e ndihmës de minimis, ndërsa Ministria e Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale është e detyruar të raportojë çdo vit deri më 31 mars mbi zbatimin dhe impaktin ekonomik të skemës. Gjithashtu, të gjitha të dhënat lidhur me zbatimin e skemës do të ruhen për një periudhë 10 vjeçare, thuhet në vendimin e botuar në fletoren zyrtare.